Surja e parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Surja e dytë, kapitulli i dytë, surja e lopës. Por çta po du me fol? Ma në men qëta, ndash me mësu diçka ndin, fol për ata që ka thonë Allahu Azza wa Jalla në librin e tina. Ata që ka thonë Muhamedi alayhi salam. Njerëzit kishin pas shef, kanë bindje. Musliman ditën e sodit me vetë një krishter, ose një jahudi, që shë ka emnin kapitulli i dytë, këtë që ata shumica e din, po dojnë me të nënçmu, që shë ka emnin, këtina i vjen mare, kish pas shef, të shkon kapitulli i dytë, kapitulli i sistemit qellor, me fascionu ata. Qëllimi jam sot është hala pa të vetë dikush, po kam qef që mas kësajna që kime një, hala pa të vetë dikush, ti vetë kime provu me kalzu se qyshe ka emnin kapitulli i dytë në librin e Allahut Azza wa Jall. Surja e lopës. Pse lopës? Ndash me mësu dinin vetë vetën ka njerë. Pse lopës? Po hajde lopës. Po pse surja e dytë e lopës? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Këto. Tjetra surja e lopës. Po pse? Kajtë muslimanë sot thojnë, për shkak se në kitë kapitull, në kitë sure, ka folë Allahu Azza wa Jall për lopën të bitë e Izraelit. Në kitë sure ka folë Allahu Azza wa Jall për lopën të bitë e Izraelit, edhe për që ata ka emnin surja e lopës. Apo kisha mu pajtohna, veç pak të përdorëm logjikën. Veç pak, po kam qef, veç një tru ti me përdorë logjikën, edhe me më kuptu që kam të dash me thanë. Unë po pajtohna me ty, s'ka lidhje, po pajtohna. Veç diçka po të veti. Cili është ajeti më i madh në librin e Allahut Azza wa Jall? Kime thonë, ajeti Kursi, të spidova që thonë. Ajeti Kursi. Ka është ajeti, tash vetën e ty, në cilën surë është kë? Kime thonë, në surën e dytë, në surën e lopës. Tash thamë ty, cila është më logjikshme? Ajeti më i madh i Kuranit në surën e dytë. Wasia kursiyuhu samawati wal ard. Gjerësia e kursis tina, qiejt dhe tokën. Surja Kursi, kapitulli Kursi, nuk po tham kur gja, unë veç po tham që shtuat pak me ngjall menjen. Pse lopës? Edhim pse lopës musliman. Që edhe diçka, as kështu s'kam qef me i mus musliman, po veç për me kuptu temën. Ar-Rahman, sura Rahman, sura 55. S'po tham ma shumë. Sura Rahman, sura 55. Nuk po tham ma shumë, veç pe kupton çka po du me thanë. Do me thanë, ky Kur'an është i zbritun për atina i cili është i gjithditun, e din kur e thatë, subhanahu wa ta'ala. Edhe e din ku e rënis, subhanahu wa ta'ala. Pse sura e lopës të në fillim? E din pse musliman? Por shkak se që pëthjeshtësaj, por shkak se qysh kena fol, kur kena fol për e në amd, është ushqim o vëllau jam. Lopa është ushqim. Lopa, tamli sajna është baraz me ujnë për neve, mishi sajna, lkura sajna, shtrojmë loj për neve, është ushqim. A din që thot Allahu Azza wa Jall? Falyabudu rabb hadha albayt. Le të adhurojnë Allahun e kësaj shtëpie. Çabes. Cilin Allah? Alladhi at'amahum min ju'. Allahun i cili ju ka dhënë me hangar. Allahu Azza wa Jall i ushqen robërit e tina, pastaj lyp prej tyre me adhuru. Allahu jap rrezikun, pastaj lyp adhurimin. Allahu Azza wa Jall ka rëndit në fillim librit për shkak se Allahu Azza wa Jall po don me dhanë e rrezik. Është dhanë e rrezik. Tani e lyp adhurimin. Por çata urdhri i parë në librin e Allahut Azza wa Jall, ja ju nas, o ju njerëz, kulu, hani. Jo abudu, kulu, hani. Hani. O ngit, po prekojna për rreziket e Allahut, falyabudu Rabb hadha albayt. Le të adhurojnë Allahun e kësaj shtëpie. Çabes. Alladhi at'amahum min ju'. Atë Allah i cili u ka mush barakat me ushqim. Wa amanahum min khawf. Dhe i ka siguru prej frikës. Me hangar kanë, frikë nuk kanë, le të adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, nuk ka salah kur është ushqimi hazër. Ushqimi këto, ti i uritur, ti do të me hangër njëra më falë. Me hangër njëherë, tani më falë. Jem të folë për salah, kur ka ko salah, ka ko. Për shumë, drejka tash ka hi, edhe drejka ushtru. Ushtru drejka, koha drejkës ka hi, cilën me ba, me hangër. Je undë, hanë njëherë, tani adhuran Allahun Azza wa Jall. Allahu dënë
që ti me hangën herë, tani me adhuru Allahun Azza apo dën hala me një për lopën, veç a mërësh me bo sabër. Nuk ka në librin e Allahut Azza diçka musliman, që e kap, edhe me diçka i mshën insanit vdekur e ngjallet përveç se me lopë. Ka vdek njëri, i ka thonë Allah Azza rëbuhu bi ba'diha, gotitne me pjesë sajna, të lopës, edhe ngjall njëri. Nuk ka diçka në librin e Allahut Azza përveç se me lopë. Bitë Izraelit, jahudit, e sotit, i kanë thënë Musës alayhi salam, lën nasbir ala ta'amin wahid. S'po muna me bo sabër veç me një ushqim. Interesant është e ka përmend Allah Azza wa Jall në këtë faqe. Në këtë faqe lexon nuk mujna me bo sabër me një ushqim. Në tjetrën faqe, në gjysmë faqes çështo drejt. Në tjetrën anë, në gjysmë faqes çështo ju ka thënë Musa alayhi salam, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu po ju urdhëron juve me prejnë lop. Keni na lypin ushqim? Kënina i ka thënë, Allahu po ju urdhëron juve me prejnë lop. Ushqim, lop. Apo dën, që fala me nga, e çuditshme, në kohët Jusuf alayhi salam, mreti Firaun e ka pa një anër që ju ndal 7 lop në hallshme, zajfta, të lodhta, ju ndal, edhe i kanë hangër 7 lop trasha, çnosha. Edhe u bo marak. Dhe su një ka rënë vije kësaj anër, sa asaja sa ta që ju në kanë rrëthina. E kanë vetë Jusuf alayhi salam. E qyshe ka komentu Jusuf alayhi salam? Ka thonë, 7 lop çnosha, trasha, 7 vjet me bereqet. 7 lop të holla, që i kanë hangër të trashat, 7 vjet pa bereqet. Do më kitë ato që ka keni me grumbullu në këto vjet ku ka bereqet, të lop të trasha, të vjet me bereqet, kanë me arë 7 lop të holla, zajfta, kanë me i hangër këto trashat, kanë me arë 7 vjet, që s'ka me qitë toka bereqet, keni me hangër ushqimin që e këni grumbullu, kur ju në kanë lop të trasha, vjet me bereqet. Lop e vjet. A nuk është e çuditshme kjo? Lop e vjet, 7 lop 7 vjet, 7 lop 7 vjet. Unë nuk e di çka lyp ky truni jon me kuptu nëse qëta se kuptan. Nuk i di çka kuptan. Nëse që kjo i doket që s'kuptohet kjo. Ose i doket parënsishme. Musa alayhi salam e ka dërgu Allahu Azza wa Jall melek të vdekjes. Edhe i ka thonë melek i vdekjes pas hadithit gjatë që është. I ka thonë Allahu Azza wa Jall po ta jep një mundësi, një shansë që thënë të atrit. Vendose dorën tane në lëkurë të lopës. Është lloj lopës. Sa kimet ka aty, qaq vjet. Po diçka shumë po na pështillet kjo. Po na pështillet o musliman se është ushqimi joni. Apo marr vesh qysh, është ushqimi joni. Por lyçi nuk kish pas logjik me prej kurbanna. Kurbani joni o musliman. Kurban që e bojmë për Allahun. Por fon po tham, këtë për fon, e di që s'm ban sabër. E di që është tjeme, po sabër, po ba sabër, ma ban Allah dhe s'gata shumë. Shejtani nuk shka njerëzve më ju thonë adhurani diçka që s'ka vlerë. E gjanë, shejtani zakonisht gjanë gjana që kanë vlerë. Për shembull i thotë adhurani diellin. E njerëzit adhurojnë diellin. Por shkak se në diell ka elemente, ka argumente për ta me i trajtu njerëzit me adhuru diellin. Normal nuk ja vlen me adhuru diellin. Mirë po, shejtani e din që me këta mundet me bindi kanë. Me hanën, me zjarin, me lopën. Nuk është ku me thonë adhuron në qenë. Në ke po dyja e Evropa, ngasin mas qenë, ngasin mas mace. A ka dikush që adhuron në qenë? Jo, se s'ka elementën ta. Lopën ka. Me lopi ka tratu një nami, ka mashtru shejtani. Por shkak se në lopë ka elemente me cilat shejtani mundet me lujt me njerëzit, me cilat elemente mundet me i bin njerëzit që ja vlen me adhuru. E na muslimant, na thona lopa ka vlerë. Lopa ka vlerë shumë madhe. Sa ka vlerë të madhe, qash ka vlerë të madhe sa që na mujna me ba kurban për Allahun Azza wa Jall. A përshe sa ka vlerë lopa? E bojna kurban për Allahun Azza wa Jall. Kaq, me këtë tapo du më thana musliman, mos e ofenda kur kanë dikan të i thonë lopë. Pe qësaj pozite po du me nxjerë kurbanin tonë. Mos e ofenda kur kanë të i thonë lopë. Lopa për neve ka vlerë. Kapitulli 2 i Kuranit, kapitulli i lopës. 7 lop, 7 vjet. Këtë kjo që e përmenëm, por me kallëzu që lopa ka vlerë. E në qofë se me të vërtet, pas sot, e ban, i thu dikojnë a lopë, dije që ke bo gabim madhë.
për shkak se e kanë nënçmu lopën. Paramendoni musliman të ngrejnë lopë për kanopi me çu me bë kurban. Edhe e sheh kojshia i vet i krishterë ose jahudi, edhe vetë ka për shkak të pres kurban për Allahën. Ka më për kurban lopën. I thotë po ti ai deri dje i nënçmojshë njerëzit të i thonë lopë. Domthon me diçka që e ke nënçmu ta ankohem çato për ban kurban për Allahën. Kjo nuk funksionon në musliman. Kështu s'ban. Për atë arsye largohe. Mos e ba. Këtë të që ka thash o musliman, e di që këtë të që ka thash, veç Allahu Azza wa Jall mundet me na animu me i kuptu, për shkak se shumë shtirë me i kuptu në këtë kohë. Na kam lu bereqeti Allahu Azza wa Jall tana on. Ka njerëzit me hangër me pi ballë, të shkon ju flet për ushqimin, ju flet për tamlin, ju flet për mishin, njerëzit kanë bereqet ballë. Çat dakik që nuk ka ma me hangër, ishe njerëzit sa e vlerësojnë lopën. Po ajo është vonë, unë po kam qef që na edhe në qitë mirësi me njoft kurbanat tonë. E lusëm Allah në azë u gjelë me animu gjithmonë.